Shoqata së Bashku Ne Mundemi zhvilloi me sukses aktivitetin e saj Rrugëtimi i grave që ndihmojnë njëra tjetrën, një ngjarje e cila mblodhi së bashku gra me aftësi të kufizuara në Durrës. Ky aktivitet kishte për qëllim shpërndarjen e 150 pakove ushqimore për gratë me aftësi ndryshe, anëtare të shoqatës, si një mundësi për t'i mbështetur dhe forcuar ato në këtë ditë të veçantë. Pakot ushqimore u dhuruan në bashkëpunim me ambasadën kineze në vendin tonë dhe erdhen si një shenjë mirënjohje edhe për kushtimin ndaj grave që çdo ditë mundohen dhe kontribuojnë për një shoqëri më të fortë. Kjo ndihmë simbolizon rëndësinë e mbështetjes reciproke dhe forcën e solidaritetit mes grave. Drejtoresha e shoqatës Elsa Tasha përmendi rëndësinë e solidaritetit dhe mbështetjes së ndërsjellët mes grave. Ajo theksoi se ky aktivitet është një mundësi për të bashkuar forcat dhe arritjet e grave që pavarësisht sfidave vazhdojnë të mbështesin njëra tjetrën, duke e bërë shoqërinë më të drejtë dhe më të suksesshme. Sot jemi në Durrës, po zhvillohet aktiviteti me rastin e festës ndërkombëtare të gruas, po zhvillohet një aktivitet bamirësie nga Shoqata së Bashku Ne Mundemi në bashkëpunim me ambasadën kineze, ku ambasada kineze ka bërë dhurimin në 150 pakove të vlerës 600.000 lekë të reja për 150 gra me aftësi të kufizuara, të cilat janë anëtare të Shoqatës së Bashku Ne Mundemi. Në këtë ditë të feste ju urojmë gëzuar të gjithë grave, nonave dhe vajzave shqiptare dhe në mbar botën. Unë si drejtuese e organizatës shpreh mirënjohjen dhe falënderimin për ambasadën kineze, e cila është për të 4 vit radhazi, po ofron ndihmë në shoqatën tonë dhe për 8 marsin specifikisht për këtë datë është e pranishme vazhdimisht ambasadorja kineze me dhurimin e tyre që ne e çmojmë shumë. Është një dhurim goxha për të vlerësuar dhe për të ndërgjegjësuar sadopak shoqërinë shqiptare. Ambasadorja kineze në vendin tonë vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve dhe ky aktivitet sipas saj është dëshmi. Jam shumë e lundur që vi në Durrës duke bashkëpunuar me kryetarin zonja Tasha për të donatuar pako dhe materiale të tjera për zonja edhe vajza këtu në Durrës. Gjë e cila demonstroi miqësinë tradicionale shumë të mira midis Kinës dhe Shqipërisë në epokën e re, edhe zhvillimi i tij. Dhe më vonë në të ardhmen, ambasada kineze është e gatshme të bashkëpunojë me palën shqiptare për të vazhduar këtë lloj bashkëpunimi. Kur gratë qëndrojnë të bashkuara dhe ndihmojnë njëra tjetrën, ato janë të pamposhtura dhe mund të krijojnë një të ardhme më të ndritur për të gjithë.